Djen ora 12:05 pas informacioneve të marra paraprakisht, zyrtarët policor kanë kryer kthyrjen në vendit të ngjarjes në një objekt në ndërtim e sipër pranë rrugës rajonale Tetov-Jazhinc, afër fshatit Dobrosht. Me këtë rast është konstatuar se në objektin në pronësi të një 44 vjeçari nga fshati Dobrosht, një 31 vjeçar po ashtu nga Dobroshti, gjatë kryerjes së detyrave të punës ka rënë dhe ka pësuar lëndime të rënda trupore. Ai është dërguar në spitalin klinik të Tetovës, nga ku është përcjell për në kompleksin e klinikave Nën Tereza, ku ka nënshtruar lëndimeve. Këqyrjen e vendit të ngjarjes e kanë kryer ekipet e sektorit për punë të brendshme Tetov, Inspektorati i Punës dhe Prokurori Publik, me urdhër të cilit trupi i të ndjerit është dërguar në mjekësinë ligjore për obduksion. Djen ora 15 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një grua 51 vjeçare nga Tetova ka denoncuar se rreth orës 12 në shtëpinë familjare, bashkëshorti i saj ka kërcënuar atë dhe vajzën e saj, pas së cilës ka tentuar t'i vërë flakën shtëpisë. Dje në ora 20, zyrtar policor nga stacioni policorit të Arcës kanë privuar nga liria një 34 vjeçar nga fshati Slatin e Tetovës, duke vepruar pas një denoncimi të mëparshëm se rreth orës 15:30 në objektin e tij hotelier në fshat. Ai e ka shantazhuar atë dhe djalin e tij duke u kërkuar para, ndërsa më vonë e ka kërcënuar djalin e tij me një mjet të mprekt. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit do të vijojë kallëzim përkatës. Djen ora 19:30 zyrtar policor nga Departamenti për punë të brendshme Gosivar kanë privuar nga liria një 51 vjeçar nga Gosivari, duke vepruar pas një denoncimi të mëparshëm nga bashkëshortja e tij, 46 vjeçare, se rreth orës 19 e ka sulmuar fizikisht në shtëpinë familjare. 51 vjeçari është ndaluar në stacionin policor të Gosivarit dhe pas dokumentimit të plotë të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Sot në ora 5:30 të mëngjesit në Gosivar, zyrtar policor nga Departamenti për punë të brendshme Gosivar kanë privuar nga liria një person duke vepruar pas një denoncimi të mëparshëm nga bashkëshortja e tij, 42 vjeçare, se rreth orës 4 me një automjet udhëtarësh ka thyer derën e hyrjes së shtëpisë së prindërve të saj me një send të fortë dhe ka thyer xhamin e shtëpisë dhe ka sulmuar fizikisht. Gjatë kontrolleve të kryera është konstatuar se ai është nën efektin e alkoolit, respektivisht janë matur 1,70 promil alkool në gjak. Djen ora 20:30 në udhkryqjen e rrugës Boris Kidriç dhe rrugës Blagoja Toska në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Gosivar kanë privuar nga liria një 23 vjeçar nga fshati Leshkë Tetovës. Gjatë kontrollit të automjetit të tij të udhëtarëve në sediljen e pasme janë gjetur dhe sekuestruar marihuan, një mulli grirës, një shkop bejsbolli dhe një boks metalik. Pas dokumentimit të plotë të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Djen ora 18:50 në rrugën magjistrale Gosivar-Kërçov dhe pas mesnate në ora 1:40 në fshatin e Gotin të Gosivarit, zyrtar policor gjatë një kontrolli në trafik ka ndaluar një automjet udhëtarësh Volkswagen Passat me targat Gosivarit dhe një automjet udhëtarësh Audi me targat Gosivarit dhe pas masave të ndërmarra është konstatuar se të dy vozicit drejtonin automjetet pa patent shoferi. Automjetet janë sekuestruar dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tyre do të ngrihet kallëzim përkatës.